Taksat janë ulur ndjeshëm. Ka qenë kjo përgjigje që kanë marrë më së shumti përfaqësuesit e mazhorancës në takimet që kanë zhvilluar me tregtarët. Zëvendës ministri i ekonomisë në Bosdo dhe deputetja e Partisë Demokratike Laila Përnaska kanë bashkëbiseduar me tregtarë të biznesit të vogël në territorin e tregut elektrik për të njohur me problematikat e tyre. Besoj keni dëgjuar edhe premtimet për heqjen përfundimtare të taksës tuaj. Çfarë mendoni? Më çfarë do marrë shteti për të hequr taksat? Ne faktikisht taksat i kemi në normalitet për mendimin tim. Sa paguani sot, sa keni pas paguar dikur? Faktikisht ne kemi taksën e tabelës, me thënë drejtën, pastrimit, gjelbërimit, që kena pas gjithmonë domosdoshmë si taksë, është normalitet ajo. A janë ulur? Është gjunaf, jo, është më mirë çka që janë me vjet më parë, sigurisht që po. Sa paguani sot? Në vit. Është 17.000 lekë. Është keste, 3 mujorshe. 3 mujorshe. Dhe diku për ballush. Janë ulur? E keni ndjer ulën? Pa diskutim. Sa keni pas paguar dikur? Jepni dot një shifër? 22.000 lekë. Dhe 27.000 lekë pari. Dhe 27.000 lekë. Zëvendës ministri Bosdo dhe deputetja Përnaska janë shprehur se politika fiskale e ndjekur nga qeveria reflektohet edhe tek biznesi i vogël, ndërsa e ka cilësuar premtim elektoral të pamundur atë të Partisë Socialiste për heqjen tërësisht të taksave për biznesin e vogël. Ai që dje i vuri lakun fyt biznesit, që e bëri të pamundur zhvillimin e bizneseve, zoti Rama, në territorin e Tiranës, kur ishte kryetar bashkie, sot në mënyrë çuditshme, brenda një kohe shumë të shkurtër, ndryshon dhe premton që ato taksa që arriti 3 herë tani do t'ja u bëj 0. Po për fat mirë, kujtesa kolektive është ende gjallë, kujtesa e bizneseve është ende gjallë dhe të gjithë e dimë që premtime të tilla janë vetëm premtime elektorale. Çdo lloj përpjekje apo tentative tjetër që dëgjojmë rëndom, që përcillet nga selia e Partisë Socialiste apo nga kryetari Rama lidhur me paketën fiskale, është dhe mbetet thjesht një demagogji, pasi nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë lloj shansi për të vënë në jetë në realitetin shqiptar. Të njëjtën përgjigje kanë marrë edhe zëvendës ministri i Financave Nezir Haldedaj dhe drejtoresha e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve Eneida Guri, të cilët të shoqëruar nga kryetari i Njësisë Bashkiake numër 11, Hakim Mustafa, kanë dëgjuar kërkesat e bizneseve të kësaj minibashkie. Nga një anë thuhet të zerohet taksa biznesit vogël, nga ana tjetër kemi taksën progresive. Nuk e di se çfarë shkolle mendimi e suporton këtë lloj mendimi si thua ekonomik, por është totalisht një premtim elektoral i pabazë. Askush nuk e beson dhe këtë e dëshmuam edhe sot në gjithë takimet që patëm në të gjithë zonën një prej zonave më të rëndësishme të njësisë minibashkisë numër 11, kur ne nuk gjendëm asnjë pronar të biznesit vogël që të besonte në taksën 0. Është absolutisht, sepse është një taksë e thjeshtë, është taksë e reduktuar, është taksë që mban, si thua, ose është shumë realiste. Këto takime janë zhvilluar një ditë pas tryezës së Partisë Socialiste me biznesin për të vënë përballë deklaratave të kryes socialistit Rama përgjigjet e vetë tregtarëve të Tiranës.